Allahu të knaqë të shpirtin ty dhe gjithë këto të pranishëm, është kënaqësi shumë e veçantë dhe hoxha e përmeni disa herë këto janë emocione të veçanta, emocione imanore. Aja çka më lam mbres kur e shoh hoxhallarët, profesorët e tonë, profesor Sabahudinin, profesor Zekirian dhe gjithë hoxhallarët tjerë, ne kemi marrë shumë sende nga këta, nga ngjyrat e artit të davetit. Edhe sot nga përjetimet e juaja që i keni kaluar në kaluarën edhe kemi ndëgjuar për ju, e përmende disa herë gjatë ligjerimit hoxha ka shpirtin ose stilin du të me pas të artit lart, ju shkruni dhe poezi. Edhe padyshim se të njëjtin ajet e lexojnë shumë njerëz, po interpretimi nuk e kanë të njëjtë, po flasin në stil. Stilin e doktor profesor Zekiria Bajramit është i veçantë prej qindra hoxhallarëve në vendin tonë. Stili davetit profesor Sabahudinit i veçantë. Ne jemi gjeneratë e mesme që tu jo 20 hoxhallar të universitetet të ndryshme që kemi jetuar 7 vite, 8 vite, sikur ju para 60 viteve, na para 30 viteve. Dhe jemi në teren të davetit, por vazhdimisht kemi nevojë për ata ngjyrat, nëse televizioni ka pas 2 ngjyra bardhë dhe zi në kohën e komunizmit, sot kemi ngjyrat të fitneve. Pjesa e pyetjes konkrete është që jo lëvizni Amerikë, Shqipëri dhe i dini problemet tona, fitnet e të kaluar dhe tash nuk janë të njëjta. Çka na preferonin stilin e artit hoxhallarët, ku duhet të fokusohen më shumë? Unë personalisht kam marrë disa gjëra nga disa herë pe potencoj, me krenari pe potencoj, nga profesor Sabahudini, disa nga Zekiriaja, disa nga profesorët e tjerë, ashtu me radhë, disa nga hoxhallarët e tjerë dhe kemi përfitu e kemi bën një koktel. Me sa që vetë ka nërë të s'kallëzëm? Qysh? E mu që vetë ka nërë të s'kallëzëm? Shpesh herë dhe hoxhin, po. Do të çka du t'jetë fokusin këtë kohë të fitneve për të ndiku në shpirtin e trive që e kanë tërbullu mendjen dhe zemrën. Allah i çfarëlift. Allah të nëroftë. Tash ne jetojmë këtë zaman fitneve, për çdo zaman ka fitnet e veta. Ne po i përjetojmë këta, sa dhe tjertë para nësh kanë pas, por në format ndryshme. Fitna është fitna. Nuk ka në shtetësi, as ka kohë të caktuar. Ta ndalin, kur dalin. Roli i hoxha është si mjeku, që mundohet me i trajtu, jo me i shëru, se shërimi vjen nga Allahu xhaleshanehu. Dhe si hoxh ne do të jetë atë cilë të mirëpresim të gjithë. Dhe hoxha do të shkojnë me adaptor, që mos mi diga të aletet ose atë aparatet të ndryshme. Se jo të gjithë kanë atë njëjtin voltazh. Qoftë qasja e njerëzve si individ, ose të një grupit. Prandaj do t'ja dim se si t'i afrohemi, si t'i qasemi personit ose personat të cilët ne kemi të bëjmë me ta. Hoxha do të një rol vendimtar, se masaros hoxhallar, si sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata janë warathat al-anbiya, janë të shikimtarët e pejgamberëve. Pra ne duhet të jemi të tillë që jemi të matën, dhe kurrën e kurrës mos i japim rast ose shtek që diçka më u bë ajo që mund të na damtojnë më tepër. Hoxha nuk ka në diçka, nuk është Superman, është insan si të tjerë. Por me dinë që ka dhënë Allahu dhe me përpunimin dhe imanit që ka bërë Zoti i emër, ai ka mundësi me gjithë mënyra të ndryshme që disa gjëra me i zbut, por është mundësia me i largu, por ai duhet të shikojnë të gjithë njerëzit barabar, se ka raste që sa hoxhallar majnë disa bin bias ose që themi ne, nuk shkojnë jo tamam drejt, hoxha është balancues. Hoxha kanar. Ja që duhet i përshoj gjanat në bazë të mësimeve të Allahut, Kur'anit dhe Sunetit. Dhe nëse aja është i tillë, pa nuk synon që t'i ndihmojë dikuj mashtë të dikuj tjetër, ose në hesap tjera kuj, pa i duhet të jetë i drejtë, duhet të jetë i saktë, që secili person të marrë hakun e vet. Tash njerë fitnet kanë dalë, do dalin, kanë me dalë, por ne nëse bazohemi tek mësimet e Allahut xhaleshanehu, do gjejmë gjithmonë solucione ose zgjidhje të çdo probleme të ndryshme që dalin në jetë. Mundë nështë të gjithmonë nuk i zgjedhim, por të paktën më mundu me i zgjedhë ose me i dhënë një farë drejtimit atyre. Për kjo shpejtë
hoxhallarët do të punojnë njëri me tjetrin, se vetëm të smunësh me ba. Shoqënia e hoxhallarëve duhet jetë e tillë që të kenë një harmoni në mesin e tyre. Qa mund bën një hoxh nuk e bën një tjetër. Qa se bën një hoxh dhe bën një tjetër, dhe nëse ka një harmoni në mesin e tyre, kjo do të ndihmojnë të zgjidhjen e problemeve. Por nëse një hoxh mënohet që vetëm i zgjidh ata problemet, vetëm i zgjidh ata punë, ai s'mundet me arrit. Sa pra duhet një farë kombinimi, harmonizimi të veprimeve të mes hoxhallarëve. Kjo ka rëndësinë e vet. Se nëse hoxhallarët kanë harmoni, kanë shkushmëri dushëm, edhe xhamati s'ka hall, nuk ka çajre, pa i shku kësaj, ose këti urneku, që po i thonë trend, po i thonë tash këta fjalë të reja. Unë them që roli i hoxhës është vendimtar, roli i hoxhës është mallor, dhe si tillë ai duhet t'ja kontributin e vet, po jo vetëm gjithmonë me vëllezërin tjerë që ka për rreth. Kjo është ajo që do të na japë rezultate të mira, dhe historia ka vërtetuar një gjë të tillë. Nëse hoxhallarët nuk bashkohen, po përçahen, atëherë xhamati ka me njëjtë rezultat ka me ndohu. Është diçka i qasë e imja kjo që më unë, në bazë të asaj që kam përjetu dhe kam jetu, nuk bëhen gjarat me frymën e asaj të një lloj se unë do i zgjidh gjitha punë. Unë jam ai që kam Chelsea, ai master key që i thonë, ai qitë që hap tana dyrët. Se s'ka njëri në botë që ka tana që ka qitë që hap gjitha dyrët. Është Allah që rështanu, por ne mënona që me gjithë zgjidhjet e duhura, në rastet duhura, gjithmonë duke pas bashkëpunim, kombinim veprime tona me njerëzit tjerë, me hoxhallarët tjerë kuptohet. Allah shpërbleft hoxhën e nderuar për këto këshilla të arta.